Kryeministri Edi Rama ka prezantuar mekanizmat praktik për përgatitjen e bujqësisë shqiptare drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian gjatë aktivitetit me fermerët në Shqipërinë 2030. Në fjalën e tij, cilësoi integrimin e Bashkimin Evropian si një mundësi të madhe për fermerët që janë të përgatitur për tregun, por dhe si një sfidë shumë të vështirë për ata që nuk përmbushin standardet. Rama theksoi se bujqësia është nga sektorët më të ndërlikuar në procesin e negociatave për shkak të kushteve strikte që lidhen me cilësinë, sigurinë dhe kontrollin e produkteve. Marrëveshja me Bashkimin Evropian është një kontratë shtetërore e të gjithë faktorëve dhe për të gjithë faktorët institucional dhe shoqëror, për të gjitha grupet e interesit. Dhe për fermerët është një kontratë që kërkon standarde dhe cilësi, kërkon teknologji dhe digitalizim, kërkon organizim të sofistikuar dhe patjetër kërkon edhe mbështetje, një mbështetje e cila jo vetëm nuk do të mungohi, por do të vi duke u rritur vit pas viti. Dhe me rritjen e mbështetjes drejt për drejt, që duam të çojmë deri në 100 milion euro. Me mbështetjen e Bankës Zhvillimit që tani më është e regjistruar, ka gati planin për të filluar të jetësoj aktivitetin e vetë. Me mbështetjen e Bankës Shqipërisë që ka vënë në dispozicion një linjë kredie inovative, me mbështetjen e agrokreditit që është rivënë në lëvizje dhe patjetër me mbështetjen e AZBR-s dhe të Bashkimit Evropian përmes AZBR-s, ne do të arrijmë të vëmë në dispozicion bujqësisë shqiptare, do arrijmë të vëmë në dispozicion fermës shqiptare dhe gjithë atyre që duan të jetojnë me tokën, një fakt. Për askënd nuk do të jetë çështje lekësh. Për askënd nuk do të jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do të jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura të dijes për zbatimin e projektit. Numri 1 i qeverisë vuri në dukje përmirësimet e ndjeshme të viteve të fundit, sferritja mbështetjes shtetërore për fermerët dhe ulja e deficitit tregtar. Sipas tij, numri i fermerëve që përfitojnë mbështetje nga shteti u rrit nga 5.600 në 67.500, ndërsa eksportet kanë kaluar shifrën e gjysmë miliard eurove dhe produktet shqiptare sot shkojnë në rreth 80 vende të botës. Eksportet ishin thjesht dhe vetëm një aktivitet i një grushti njerëzish, fermerësh, që ja kishin dalë deri aty dhe deficiti tregtar ishte një katastrofë unikale në rajon se në Europë. S'po hymë fare të bëjmë krahasime, për çdo euro të eksportuar ne importonim 9 euro në ushqim. Ndërkohë që sot produktet tona shkojnë në 80 vende të botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro, e në ndërkohë deficiti nga 1,9 është ulur në 1,3 dhe përpjekja jonë do të jetë që të shkojmë drejt 1,2. Një tjetër pikë kyçe e aktivitetit ishte prezantimi i platformës Euroagro Albania, e cila sipas kryeministrit nuk është thjesht një faqe interneti, por një instrument pune për fermerët dhe prodhuesit. Do të ishte fatkeqësi që të vi dita Shqipëria anëtare e Bashkimit Evropian dhe qoftë një sipërmarrës i vetëm të thoshte nuk e dinim që do përballeshim me këto kushte të reja. Në mbyllje të fjalës së tij, numri 1 i qeverisë garantoi gjithashtu se financimi nuk do të jetë pengesë për projekte serioze bujqësore.